Kërkohet prej besimtarit që patjetër me adhuru Allahun e lartësuar, por duhet që ta ruaj një lloj ekuilibri edhe në këtë. Përmend Abdullah ibn Umar, shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe ky hadith gjendet tek Sahihu i Bukharit. Thot, pra tregon se kishte filluar agjërimin pa ndërprerje. Po ashtu falej natën dhe nuk flinte gjumë. Profeti alayhis salam e kap një ditë dhe i thot: "Alam ukhbar, a nuk u njoftova, thot, se ti pra agjëron dhe nuk e prish, si thon agjërimin. Falesh, thot, dhe nuk fle." Atëherë e urdhëron profeti alayhis salam, thot: "Agjëro edhe prish agjërimin. Falu edhe fli. Sepse, thot, sytë e tu ju takon pra një hak. Trupit tënd dhe familjes tënde, pra ke hak ndaj tyre, ke detyrim ndaj tyre. Ju takon një pjesë e kohës atyre." Ndërsa në një transmetim tjetër që gjendet tek Muslimi, Sahihu i Muslimit, profeti alayhis salam i thot: "Dhe ndaj bashkëshortes tënde ke hak. Dhe ndaj vizitorëve tu ke hak. Dhe ndaj trupit tënd ke hak." Pra muslimani duhet që ta ndaj kohën për secilën. Tregon Enesi, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, thot, erdhën një herë, shkuan tek shtëpitë e profetit sallallahu alaihi wasallam 3 burra. Edhe ata po interesoheshin për adhurimet që bënte profeti sallallahu alaihi wasallam. Doshin me ditë pra çfarë jetese bën profeti alaihi salam. Bashkëshortët e profetit alayhis salam i treguan, pra që agjëron, në ditë jo, fle gjumë, falet, pra jetesën, njeri ishte profeti sallallahu alaihi wasallam, por balanconte mes gjërave. Ata kur dëgjuan kështu thanë me fjalë agjëroka, ndonjëherë nuk agjëroka, flika gjumë, falshka, thanë. E panë si pakët. Thanë, pra i profeti Zotit, thanë, ja ka fal Zoti çfarë çdo gjë. Ku jemi ne, ku është ai, më fjalë, është garantuesi, i thonë xheneti. Ati i thanë, janë fal mëkatet, po edhe njëri prej tyre tha, unë tha, do të agjëroj dhe nuk kam për ta prishkuar, pra çdo ditë agjërushëm. Ndërsa tjetri tha, unë do të falem gjithë natën, nuk do të flej gjumë. E tjetri, pas ti, tha, unë murgjëri, nuk kam për të martu. Kur erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam, ju drejtu këtyre të treve. Tha, ju thatë kështu dhe kështu? Tha, unë tha, i friksohem Allahut të lartësuar më shumë se ju. Dhe jam më i devotshëm se ju. Por unë tha, agjëroj, dhe ka ditë që nuk agjëroj, pra e prish. Tha, falem edhe flej. Po ashtu tha edhe martohem. Kushdo tha që largohet prej sunetit tim, ose tregohet pra indiferent ndaj saj, ai nuk është prej meje. Ju dha një mësim këtyre treve, por që vlen për gjithë ummetin, që njeriu me i rrit balancët, me i dhënë çdo gjëje hakun që i takon. Po ashtu, besimtari duhet që edhe në familje, ne pak më parë përmendëm ke detyrime ndaj bashkëshortes.